Jena me Albonin edhe sot Alboni I ka marrë dorë shtesë pramtën e ka provimin edhe ka shpreh interesim më këshyr disa rrugë, disa regla edhe t'i këshyrim se a është I gatshëm apo jo. Hajde po vazhdona, fillimisht Alban e ke rregullu ulsen? Po, mirë. Pasqyrit I mirë? Po. Hajde edhe izën, po me dhe zirën Alban duhet më shkel facilën. Ose kuplungin, ose friksionin. Qysh I thua? I thu facil, friksion, kuplung. Facil, okej, edhe në me ty kam me thonë facil. Hajde. Prishtina rikvers. Po shkona mrapa. Hajde vazhdo. Hajde vazhdo, lëshoj ka dale. Ka dale. Ti që kom pe pranit. Më rëqo po. Shko ty, të kur gjamish ty deshta me tut pak Alban. Hajde po vazhdona. Hajde. Të pare me Alban. Shko ty këtë Alban, vazhdo. Mirë dëllëm Alban, pe parkingut edhe po vazhdona në drejtim të qytetit ose rrugëve publike. Po si ore, po si jo. Ka kena me mujtë. Hajde, fillimisht pa shkona djathas. Albani ka vem. Stopi nuk e vrejt që është stopi. Cëllë, Nisë ka dale. Mirë. Alban, inshallah dë zotit ti të pramtën e merë patenten, e ka lë provimin. Instruktori edhe ndonjë nisë, që friksionin ka dhe. Jepe treguesin aton, peshkilën vine plot të qepo, është gabim teknik që u bon në stacion se për ndryshe nuk kena ka me dalë. Momentin që ti tash kemi vozit vetë, kemi vozit pa instruktor, pa familjar kemi vozit. Instruktori I jëtë, ose familjari I jëtë janë shenjat. Duhet me I përcjell shenjat edhe me I respektu shenjat. Hajde po vazhdo na drejt. A është e rëndësishme edhe patikat? Po, për momentin shumë nice I pasje. Qërë ndëgja. A ishte ishe? Po, më pëse mësë në mësë edhe... Hajde vazhdo. Kesh para kamerës se pa kesh nuk qelet rampa. Hajde vazhdo. Si normal. Do vazhdojna... Po. Daljen e parë, djathtas. Hajde. Tash për daljen e parë për morëm shiritin e parë, shaj, nuk kena nevoj me dhonë. S'kena nevoj. Alban I ju. Vetëm në dalje. Tash e jep shajen, edhe po dalim në dalje. Alban. Pasë ma një penges, tretore. Ku pedina që është penges? Që tash po që ati ja ko penges? Jo. Pse? Po ka, së është shenja e trotorit. Nuk peshon shenja e trotorit? Jo pesha, qërë në gjatë. Që kjo nuk është shenja e trotorit, shpirtja? E cëlla? Që kjo të regon vend kalim të këmësorve, që ko vend kalim të këmësorve? Në regull, qaja është? Vend kalim. A është që ati ingritur vend kalimi? Jo, sepse s'po jep shaj. Qërta ajo e trejta ati pak ma largë. A për vrenë, vend kalimin e këmësorve, për fune vend kalimit të këmësorve të rëgën shajnë lajmërimit që është vend kalimin ngritur, ose gumë që ke pas në test. Apo këtë jarë. Në në boste që ty në shaja, na e dina që qaj është vend kalimin ngritur, edhe na pak ma herët I morën do të të mosat, ju me ime shpecit modhe në vend kalim të këmësorve, si të mos në vend kalim kër është ngritur. Por, nuk kam qare pa e cek këtë, Alban. Në Kosovë mundet më ndodhë gjithë qka. Tash edhe pak e kina një vend kalim të ngritur, po që nuk e të rëgën me shaj. Nuk e kanë ditë shajnë. Po që ti me kesh të... ku që ka më shtimë në shtash me kesh shpirt jam. Duhet me ta hek të te. A më onet po top na. Pe ku në mëre? Pe... Hajde, vazhdo. Mirë. Tash Alban. Pe shiriti djatë dhe në orë djathtas, pasqyren, a I të përcil, a ki kjerë, kondin e vdekur, qashtë, tani del. Pa I kryshtë të veprime nuk banë. Vazhda, mirë Alban. Alban qatë pasqyres më duke që ki mirë se e ke kërmuc pa kryt. Qëra pishe, pe kërmuc kryt, me që pasqyre pak më. Qëra Alban, qaj raste që të tregova nuk banë u bazu në disa raste, sepse është qaja vend kalimit të këmësore, është ingritur po më në shenja. Hajde, Alban atë ma regullat qatë pasqyre, hajde të ushkam, regullaje. Hajde pa, jo, vishë të eli, që shepate, po, ta që vishë gishtin për funi edhe, jo, i ki pa lukej, të eli, ishë më stalin ty për kërë së në majtë drejtime. Hajde,
Po. Alban, veç kështu është një gishtin për funi, edhe veç që për pjetë, qashtë. Hajde. Tash është të mirë. Hajde, vazhdo. Po, të mëna ki tash po mirë. Po, tash e kam po mirë. Plot. Alban, hopi i parë, si ti ish në kërë, përveç kontrolës së jashtme, duhet më për cilë pasqyre, sepse ti në bas të pasqyre se për cilë komunikacionin më ba. Po. E që kjo pasqyre mësohet në orën e parë. Alban, shpirt jam, tash, ku ta shish vend kalimin e këmësurve, apo shumë që atje vend kalim, se qysh tash, mundet mos me pos shanj, mundet mos me pos edhe vija, që atje s'paton vija heq, po e paton vi shanjen. Tash ti dush me dit që atje që është vend kalimi ke mësurve në pos të shanjes me qyrëm shanjam. Edhe pak para se me shku me këqyri edhe mojtas edhe gjatas ka pak ju vetëm drejt në pos pozitin e kukës. Hajde, vazhdo, vend kalimi ngritur, pëshohëm shanjen. Hajde, mos e gaz Alban. Ju, drejt vazhdo. Tash, a përshë që vijen në plut, deri te vend kalimi, me po me dal në aton, rëzom automatikisht për E na qëtë të Qëtë, qëtë, shtinet faren. Hajde Alban, vazhdo ka dole, nisu Alban, nisu qëtë, nisu, i që kom për pranit. Hajde vazhdo, hajde, ecë, ne qëtë shiritin e dytë. A kem shiritin e dytë? Prej shiritin e dytë, dhe ma unë po drejtojmë në shiritin e të mbi kalimit. Edhe që të këmë posë shumë probleme. Pse? S'di. Vish të regëm e problemet, hish më se një keq. Ma bëjke dalin e dolja koltërt Po. për pej, tani unë Mirë, ose për Mitrovic. Dëgja, shpirtja. Mas pari, problemi numër 1 ke se mund vej shaja për me të orientu në rreth rrotullim. Po tash na pak a shumë duhet me njoft qytetin, duhet me njoft rrugë për me pas na një lehtësim. Për ndryshe bllokohem në komunikacion. Tash, nëse na ka thonë me dal në daljen e 4, ose nëse na dojna me dal në daljen e 4, hajde, kena me marrë shiritin e mesit. Veç që duhet të parë, shef facilën. Hajde, vazhdo. Hajde. Mirë, tash, nëse na dojna me dal në daljen e 4, shpirti jam. Na duhet me marrë shiritin e mesit. Që ky shiriti i parë është për daljen e parë edhe daljen e dytë. Apo ki qartë. Shiriti i mesit është për daljen e tretë, për daljen e katërt, të pestën, 100 kufshë 100. Apo ki të qartë. Çka është dalja? Tash ta shpjegoj. Momentin që na hina në rreth rrotullim, opsioni ose mundësia e parë për me dalë për rreth rrotullimit është dalja e parë. Opsioni i dytë është dalja e dytë. Kjo është vetëm hyrje, nuk ngjihet. Që kjo në bos qajës është dalja e tretë. Na kena me dalë në daljen e 4. Tash për me dalë në daljen e 4 i kena 4 opsione. Për me dalë në daljen e 4 i kena 2 opsione. Opsioni i parë, jep e dërguesin, pasqyre kondën e vdekur, si të kryhet dalja e tretë. Do të thotë, dalja e parafundit kena më rrështu në shiritin e parë dhe prej shiritit e parë ty shku, ty u kthy në shiritin e parë. A e kuptove Alban? Po. Edhe herë të tërkaj. Tash në pikat e shkurta se çka kena bë. Pato me dalën e daljen e hajde dytën. Bashkë rreth të shpejtësie. Alban, çka banëm? Pato me dalën e daljen e 4-të. Na dalën në shiritin e mesit. Mesit kena vazhdu na për të mesit deri te dalja e tretë. Deri te dalja e tretë. Si të kryhet dalja e tretë? E japëm treguesin, pasqyren kondën e vdekur, rreshtohem në shiritin e parë dhe prej shiritit e parë na për shiritin e parë po dalëm në drejtim te Mitrovicës në këtë rast. Tash Alban, ç'kjo është mundësia e parë tash? Sepse kena 2 mundësi. Mundësinë e dytë tash herën tjetër kena me bë mundësinë e dytë. Okej? Hajde, çfarë të dytën vendose, nëse na nalëm e vendosim të parë. Hajde. Nëse ka dalë. Alban, me thotë të drejtën të kumtut pak më shumë. Pse? Ku më nuk që i ma i dëp, për nuk të kuke i dëp. Për me? Vallaj, jo, nuk më du me ta borash, por nuk të kuke i dëp, për ndryshe po më pëlqen për vozitje se po shkën një vozitje defensive ose vozitje mbrojtëse. Jetu i shku vozitje të qetë, nuk jetu i gut, jetu i përcjell situatën, përcjell rrjedhën e komunikacionit. Është vërtet një, të më të po një pyetje. Që para në që të rast, veç deri ku si u duket funi guma. Po, shumë e vërtet është. Domethënë për deri sa nuk i shihet funi guma, na e dina që 2 metra i na larg që t'i hjerë. Çto kom desh me di se ç'kesh edhe ç'kesh një opjar i rastën. Po. Në vazhditje çfarë Po, për. po mundet me rrezu, do thotë nuk e ke moj distancën, hajde, nëse ka dale, nuk e ke moj distancën e mjaftueshme, hajde, në të pret ky pak sepse kur xha në koku aty më andësishme se sa ku. Ka kena me dal? Tash kena me dal në daljen e parë. Hajde.
Hajde, edhe pak deri sa të kyçëm në rreth. Edhe tash distancën pak më lart, hajde vazhdo. Nisën nga dalë. Hajde, hiqe kom pranë. Jo, në Ja po. Hajde, hiqe kom, jo 10 vet. Hajde. Nisë jepi kas pak. Hajde. Në disa raste që tash ta shpjegoj. Hajde. Vazhdo aksyre çashtë, këtyre djathtas nëse ski, po vazhdo na djathtas. Alban, qa po shumë tash për shenja? Për shumë një vendkalim. Në shenjë rrezikut vendkalimi këmësorve që na të regon një afërsi 150-250 metra kena vendkalim të këmësorve. Për shumë lugën, pirunën edhe thiken, apo? Po ajo s'na interesant se i me Ramazan. Një. Për shumë 30 nor edhe për shumë pengesën ose vendkalim i ngritur. Hajde, hajde. Atje na paralajmëroj, na tregoj afërsinë e vendkalimit, tash këtu kjo na tregon të çtu që është vendkalimi, plus e kena vendkalim të ngritur, vazhdona me qejt, nuk guxona me dal mit, më shumë se 30 km/h, edhe vozditim është me vozditim të qejt. Hajde vazhdo. Alban, tash çtu na thot me bëni kthim gjysmë rrethor. Hajde, pe bona ne kthim gjysmë rrethor po tham. Çka kemi bë? Jepet tregusin mojtas, pasyrën a kiker, kondin e vdekur edhe po dalën. Alban, sa të përmendet kthimi gjysmë rrethor? Ti dush me di që kthimi gjysmë rrethor bëhet vetëm nga ona e majt. Nuk guxona prej shiritit të djathtë me bë kthim gjysmë rrethor. Shka ty kthy, kthim gjysmë rrethor. Ose në formë të shkruaj një spull. Çka është kthimi gjysmë rrethor? Po kthehem në drejtim të njëjtë, po në katë kundërt. Domethënë që tash e banëm në kthim gjysmë rrethor. Hajde vazhdo. Hajde, et. Jepet tregusin djathtas, pasyrën, kondin e vdekur edhe po vazhdo. Çka banëm? Të thash me bëni kthim gjysmë rrethor. Te qysh ke mas mirë të lëvëzit në shiritin e djathtë, dole në shiritin e majt. Por para se me dalë në shiritin e majt, tregusin pasyrën, kondin e vdekur. Vija ke ndërprejne edhe vazhdotëm në shiritin e majt. Prej shiritit majt, henëm në rreth rrotullim e banëm në kthim gjysmë rrethor na për shiritin e majt. U kry vendkalimi këmsorve, tregusin pasyrën, kondin e vdekur, vija ndërprejne, kalotëm në shiritin e djathtë. Pse në shiritin e djathtë? Alban merr me rregulla ose me ligjet e Republikës së Kosovës, ligjet e komunikacionit. Vozitja bëhet vetëm në onën e djathtë. Ona majt përdoret vetëm për anashkalim, tej kalim edhe për rreshtim. Shtiret parën, hajde, çto ka bëm Alban merr, nëse ka dalë momentin që të nalëm Alban, drejt për drejt hopi parë do të shtit parën. Nisëm me dytën po na shimë tjetër. Hajde vazhdo Alban. Alban, në rreth rrotullimin radhës kena me vazhdu në daljen e parë, ose në bos të shenja në drejtim të Mitrovicës. Hajde po vazhdojna. Një po më pëlqen Alban se për përdor shumë mirë gjysmë facilën. Apo e ki qartë? Hajde, jepet tregusin për dalje, gjithmonë tregusi jepet për dalje. Hajde tash sheje komplet komën e majt. Hajde vazhdo, mos e gaz. Ka. Çfarë bëre? Ose në vot, ose shkel facilën hiç çe facilën. Hajde ai hiç jo alo. Çel. Vish komën të prani. Vish frenën nga dalë. Frenën nga dalë për shtos shpejtësi. Pa pos nevojë me shkel facilën. Çto se pas natë. Apo ki fjalë, po s'ka nevojë me shkel facilën, se me shkel facilën edhe të purzit sot mundet me marrë herë.